I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, në emër të Partisë Aleanca e Maqedonisë për Integrimin Evropian, mbështes projekt rezolutën për çeljen e negociatave të Republikës së Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Partia Aleanca e Maqedonisë për Integrimin Evropian mbështes integrimin e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe do të punojë për integrimin e saj në Bashkimin Evropian, duke u mbështetur në partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Integrimi evropian është një angazhim i përbashkët i të gjithëve në Shqipëri, për shqiptarët, grekët, maqedonasit, vllehët, romët, egjiptianët, serbët, malezezët dhe bosnjakët. Partia Aleanca e Maqedonisë për Integrimin Evropian mbështes reformën në drejtësi si një nga reformat kryesore për qytetarët e Shqipërisë dhe kërkon nga organet kompetente rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, të drejtave të njeriut dhe të minoriteteve. Partia Aleanca e Maqedonisë për Integrimin Evropian vlerëson se reforma zgjedhore kërkon konsenzus politik dhe gjithëpërfshirje dhe duhet të përfundojë me rishikimin e sistemit zgjedhor, garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe përfaqësimin e minoriteteve me vendet e garantuara në parlament si në shumë vende të përparuara evropiane. I bëjmë thirrje shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në takimin e ardhshëm të Këshillit Evropian në tetor të votojnë për çeljen e negociatave të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë me Bashkimin Evropian. Antarësimi i Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian mbështetet nga tërësia e qytetarëve të të dyja vendeve dhe do të kontribonte në mirëqenien, paqen dhe sigurinë e të dyja vendeve dhe Ballkanin në tërësi. Unë personalisht do jap gjithçka nga vetja ime, së bashku me të gjithë ju, që deri në fund të mandatit të përmbush detyrimet e deputetit të këtij kuvendi për sa i përket procesit të integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Të nderuar deputet, Republika e Shqipërisë dhe Republika e Maqedonisë së bashku po ecin drejt rrugës evropiane dhe shpresojmë në tetor Këshilli Evropian do të marrë vendim të drejtë dhe do të çelë negociatat për antarësim për të dyja vendet. Marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë janë kriter për integrimit evropian dhe Republika e Shqipërisë duhet të promovojë atë politikë me të gjithë fqinjët tanë. Vitin e kaluar Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë nënshkruan marrëveshje për hapjen e qendrës kulturore informative të Republikës së Shqipërisë në Shkup dhe Republikës së Maqedonisë në Tiranë. Hapja e këtyre qendrave informative në Tiranë dhe Shkup do të rrisë bashkëpunimin ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë, do të thellojë bashkëpunimin ndërkulturor dhe do të krijojë kushte që artistët e të dyja shteteve të prezantojnë punën e tyre në të dyja shtetet. Ndonse Maqedonia ka 6 muaj që e ka ratifikuar këtë marrëveshje dhe ka caktuar edhe drejtorin e qendrës, vendi jon pa justifikim po e vonon ratifikimin e kësaj marrëveshje. Kjo nuk është në frymën e bashkëpunimit dhe integrimit evropian dhe marrëveshja duhet të ratifikohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo do të kontribojë në bashkëpunimin kulturor midis dy vendeve. Faleminderit.